Pandat gjigande rreth globit po mirëpresin festivalin e pranverës ose vitin e ri kinez, që këtë vit bie në 28 janar. Me rastin e ngjarjes, qendra kineze për ruajtjen dhe kërkimet e pandave gjigande organizoi aktivitete në Kinë dhe në 12 parqe zoologjike jashtë vendit që bashkëpunojnë me qendrën. Në rezervuarin natyror Wolong, në jug-perëndim të provincës së Sichuanit, pandave ju shpërndan lodra si dhurata për vitin e ri. Dekorimet me temën e vitit të ri krijuan një atmosferë festive për dy pandat që jetojnë në parkun më verior të Kinës, atë të provincës së Heilongjiang. Për të vetmet panda trinjake në botë, luanët prej pellushi që zbukuronin ambientin e tyre nuk ishin aq interesante se sa ushqimi i vitit të ri. Të lindur në korrik të 2014-s, trinjakët jetojnë në kopshtin zoologjik të Chimelong në Guangzhou. Parqe në qytetin amerikan të San Diegos, në Kuala Lumpur e Bruksel, përgatiten gjithashtu dhurata e ushqime speciale për pandat gjigande. 26 panda të tilla janë dërguar jashtë Kinës dhe kanë lindur 17 këlysh.